A ki diçka më shtu për hijxhamin Macina çto? Është prej traditës profetike, është mirë. Preferohet një herë në vjet. Një herë në 6 muaj, po brenda 12 muajve me qenë se kemi mundësi me shku të ata që bëjnë hijxham, është mirë. Është traditë profetike që shumë së mundi shëron. Përpara thëshin akta Taliban tani, jo më shtash Cristiano Ronaldo po ban. Dëgjoj. Flejpsi. Probleme do të ketë në botë. Çka do të bëjmë ne, atë prapë do të gjejnë ndonjë akuzë për më na nënçmu, për më na largu nga punët e mira në këtë botë. Po çka është e fesë, nuk ka mundësi me qenë gabim. Absolutisht. Por vetëm se kur ta vërtetoje shkenca, atëherë këta grupi tjetër e përqafojnë si ide dhe si vepër. Në momentin që e vërtetuan këta spitalet fillun me bën hijxham, edhe tash ka marrë për masat mëdha për hijxham. Sportistët, muslimanë, jo muslimanë të gjithë e bëjnë. Alhamdulillah.